Përshëndetje, unë jam Brikina Krasniqi nga Kids Day. Dhe tani po vazhdojmë me podcastin e radhës. Me mua është Pranvera Dime, këshilluese dhe trajnere për prindërim, e cila gjithashtu është edhe themeluese e ACT qendrës, por në të njëjtën kohë, për një kohë shumë të gjatë, ka punuar edhe tek shtegu i shpresës. Mirë se erdhe dhe shumë mirë të kemi sot mysafire. Mirë se dhe gjej dhe faleminderit shumë për ftesën. Tani, ju jeni si një punonjëse sociale për shumë vite, keni edhe master në këtë aspekt, dhe kjo të ka ndihmuar, besoj, në ndërtimin e karrierës suaj në këtë fushë, por mbi të gjitha ndoshta të ndihmoni të gjithë prindërit që kanë nevojë për këshillim dhe trajnime. Na thoni pak më shumë për këtë gjë. Atëherë, është e vërtet, backgroundi im është në fushën e punës sociale, kam 20 vite që punoj në fushën e këshillimit, kam punuar me të gjitha kategoritë dhe grup moshat përgjithsisht. Kjo më bën që të kuptoj pak më mirë natyrën njerëzore ndoshta, edhe dinamikat më pas që ndikojnë familjen, prindërimin, fëmijët, duke i njohur se cilën veçanërisht kur i bashkon të gjitha pjesët e puzzle-it së bashku, ti kupton pak më tepër se pse gjërat ndodhin ashtu si ndodhin, pse njerëzit vuajnë, pse marrëdhëniet vuajnë, dhe kështu që kam patur një eksperiencë të gjerë në këtë fushë dhe bëj këtë gjë me shumë gëzim. Tani nga kureshtja, cilat janë disa nga gjërat që prindërit vinë më së shumti të kërkojnë këshillim? Prindërt të fëmijëve kanë sfida të tjera, të adoleshentëve kanë sfida të tjera. Kështu që përgjithsisht prindërit shqetësohen kur kuptojnë që fjala e tyre nuk po dëgjohet më. Aty fillojnë dhe kërkojnë ndihmë sepse kuptojnë që kam humbur veshët e fëmijës, dhe këtu fillojnë dhe panikohen. Trembën, dhe thonë, tani ka ardhur momenti që ka dalë jashtë jurisdiksionit tim, fushës time të ndikimit, kështu që më duhet patjetër mendimi dhe opinioni apo ndërhyrja e një profesionisti. Kur e mendojmë prindërimin, nganjëherë e kemi këtë idenë që ne jemi prindër, edhe kjo vjen në mënyrë të natyrshme, por jo ndoshta gjithmonë jemi mjaftueshëm të informuar, të edukuar si prindër, për të ditë se si të ndërmarrim masat e duhura në kohë të ndryshme. Kur e mendon fëmijët që nga 0 deri në adoleshencë, por sidomos në fëmijërinë e hershme, ata ndryshojnë pothuajse çdo javë. Dhe tani për një prind i duhet mjaft shumë informacion dhe informacione të reja gati se çdo javë. Si është kjo për prindërit? Çfarë mund të themi në këtë aspekt? Është e vërtet që shumë prindër mendojnë se mjafton biologjia për të qenë prind dhe nuk ke nevojë sepse instikti është mjaftueshëm. Pra nuk ke nevojë të edukohesh më tej apo. Dhe kjo është një mendësi, patjetër ne kuptojmë që është një mendësi e gabuar, sepse ne si në çdo gjë tjetër, në çdo nisëm, edhe një biznes të fillojmë, ne duhet të edukohemi së pari, pas në mënyrë që të kemi sukses. Të kemi sukses. Domethënë rastësisht janë të rralla që ndodhin suksese. Zakonisht sukseset ndodhin kur ke provuar, ke studiuar, ke testuar, ke ngulur etj. Edhe në fushën e prindërimit nuk është më ndryshe. Shpeshherë përdor analogjinë e asaj të marrit patentën për shembull. Neve i jepim makinës dhe kemi detyrim që të bëjmë disa orë, 40 orë të paktën trajnim, teori dhe praktik për të mësuar që të jepesh një motori le të themi dhe disa hekurave që na çojnë neve diku. Pse? Sepse mund të jetë e rrezikshme. Sa më tepër, aq më tepër në prindërim që kemi nevojë të edukohemi. Përgjegjësia ndaj një krijese që na është besuar. Tamam, sepse ti nuk po rrit një mall në seri, shpeshherë them unë. Ti po rrit një qenie unike, një individ, të cilin ti nuk ke mësuar më përpara se kush është, se kush do jetë dhe çfarë do bëhet, dhe kjo mund të ndodhe një proces i ndryshëm, siç ti përmende, që fëmia të ndryshon edhe me javë. Në fakt kush e vëre këtë janë përgjithsisht jo prindrit, ata që i shohin pak më rrallë. Ndryshimet në këtë formë, ose bie në dukje kur marrëdhënia shkëputet, ku prindi e kupton që ka një ndryshim madhor, drastik. Atëherë bëhet i vetëdijshëm që sa shpejt më ndryshuan gjërat. Prindrit kanë filluar të edukohen, kanë filluar të dëgjojnë, shumë prej tyre marrin informacione këtu, aty, një këshill Instagrami, një këshill TikToku, një lexim në ChatGPT, edhe përpiqen të mendojnë se tani unë jam i informuar. Në fakt,
në shumë raste kjo gabohemi, nuk mjafton. Nuk mjafton sepse përveç se prindërimi nuk ka receta, sepse çdo fëmijë është unik, çdo familje ka individualitetin dhe veçantitë e veta. Trashëguara dhe nga historia familjare. Dinamika të ndryshme të familjes, momentumi ku ti ndodhesh në atë situatë nuk ta përshkruan dhe specifikon dot dikush tjetër, nuk gjendet në libra. Patjetër ti mund të marrësh disa koncepte, disa teori mund t'i aplikosh, por ç'a ndodh kur këto teori nuk të përkthehen në ndryshim, nuk të japin rezultat. Atëherë këtu në këtë rast kërkohet një ndërhyrje apo një konsulencë profesioniste në mënyrë që një sy jashtëm të shikojë se si këto gjëra kanë ndryshuar këto dinamika dhe janë prishur këto ekuilibra, sepse prindrit shqetësohen kur ekuilibrat prishen. Për sa kohë gjërat janë në ekuilibër, shpeshherë prindrit mendojnë se nuk e bërë gjën e duhur. Dhe në fakt mund mos kenë qenë duke bërë gjën e duhur, ndoshta edhe që nga fillimi. Por edhe është shfaqur ndoshta më vonë fakti që nuk kanë bërë gjën e duhur, sepse fillimisht është dukur sikur gjithçka shkon. Pikërisht, derisa fëmia, për shembull, hyn në adoleshencë, fillon të ketë një mendim ndryshe, fillon të angrej zërin për shqetësimin e vet, fillon të fajsoj, ose nuk dëgjon më dhe rebelohet, ose kalon në agresivitet. Pra, nuk është se gjërat ndodhin befas, shpërthejnë, po themi në adoleshencë. Ndodhi. Kanë qenë duke zjer aty, pa vjen një moment që ajo valvula e tenxherës së presionit fillon dhe shkarkon dhe mund të plasi. Japi presion. Pikërisht. Po prindërimi i ditëve të sotit ku kemi dëshirën dhe kemi një ideal për se si duan fëmijët tanë të jenë, të reagojnë, të veprojnë, për krah asaj që ata në të vërtet janë, karakteri tyre i ndryshëm, dëshirat dhe nevojat e tyre që ndoshta nuk përkojnë në atë idealin që kemi krijuar. Çfarë mund t'ju themi prindërve në këtë aspekt? Kjo është sfida e të prindëruarit disi me parashikimet tona personale ose në bazë të asaj çfarë neve kemi ndëruar për veten tonë ose si e kemi perceptuar prindërimin ton. Në fakt, ne duhet të ndalojmë dhe të kuptojmë që neve e kemi kaluar fëmijërinë tonë në një mënyrë të saktuar dhe nuk mund të gëzojmë një fëmijëri të dytë përmes fëmijës tonë. Fëmia jonë është një individ më vete, ne kemi sjell në jetë, kemi ne përgjegjësinë ta kuptojmë atë dhe jo anasjellta, sepse fëmia nuk ka qenë ndonjëherë prind. Patjetër. Ne kemi qenë fëmijë, po ai nuk ka qenë ndonjëherë prind. Është vërtet. Dhe ne nuk mund të sado çdo prind do të mirën për fëmijën, do më të mirën, do të ketë një jetë e më të mirë se që kishte vetë. Shpeshherë ndërtojmë edhe disa betime të brendshme ndoshta që fëmijën tim, zota bëj kurrë këtë, nuk do shkaktoj këtë asnjëherë fëmijës, fëmia im do jetë gjithmonë i lumtur dhe i gëzuar ndryshe nga ç'kam qenë unë. Dhe pastaj kur futesh në prindërim, për shkak se në fakt ti nuk i ke pas modelet e shëndetshme dhe nuk ke ndërtuar një konjecion ose një mendësi të shëndetshme, ti mund të kalosh në ekstremin tjetër dhe ta dëmtosh fëmijën, po aq sa çdo dëmtonte një prindërim, le të themi autoritar. Pra edhe prindërimi lejues do dëmtonte. Po. Dhe fëmia është një individ më vete, nuk është një vimësi, një zgjatim i yni. Nganjëherë këtu edhe kemi atë problemin që dëshirojmë ose mendojmë ashtu. Edhe në rastet kur prindi është shumë këmbgulës për të shtyrë në një drejtim të gabuar, që nuk përputhet me zhvillimin e fëmijës, me moshën e fëmijës, me dëshirat dhe pëlqimet e fëmijës, me personalitetin e fëmijës, ndodh që krijohen konflikte të brendshme dhe të jashtme, tek fëmia dhe tek të gjithë familja. Po, për shembull në fëmijërinë hershme, ajo pastaj shfaqet në mënyrën e sjelljes, në mungesë, domethënë të komunikimit të drejtë, ata pastaj shfaqen në forma të ndryshme të sjelljes, cilat do të ishin disa gjëra, ndoshta 4-5 gjëra që ne si prindër do të mund t'i vendosim si bazë themel për një të rritur të shëndetshëm nga ana emocionale, psikologjike dhe gjëra të tilla. Po, le ta fillojmë ndoshta me atashimin, që nuk përmendet shumë, por është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës dhe në marrëdhënien për ndoshta mbetjen e jetës së këtij fëmijës që më pas do jetë adult. Atashimi është një element shumë i rëndësishëm. Ne shikojmë që në këtë periudhën moderne dhe postmoderne po ndodh që prindrit shkëputen shumë herët nga fëmijët. Personi, figura kryesore atashimit të fëmijës, për shembull në rast mami apo babi që shkëputen
pa bërë fëmia 1 vjeç. Shkaku i punës, i dinamikave jetësore. I prioriteteve që ata kanë vendosur, Po. sepse kështu në fakt do doja ta shprehja, i prioriteteve, se njeriu ndërton prioritete. Dhe në qoftë se për një prind, prioritete është mirëqenia dhe sigurimi i plotësimit disa nevojave ekonomike Po. dhe një zhvillimi social, në atë fazë, kur fëmia është 0, po themi deri në 3 vjeç, prioritet është marrëdhënia e prindit me fëmijën. Dhe nëse një prind është tërkohës në mungesë, vazhdimisht i munguar në praninë e fëmijës, kjo patjetër që do lej disa gjurmë edhe dëmtime në besimin që fëmia ndërton, në plotësimin e nevojave që fëmia ka. Pra nuk zëvendësohet dot kjo Me patjetër. figurë dhe kjo lidhje që është kaq e rëndësishme për fëmijën që të ndihet i sigurt dhe më pas të ketë zhvillim normal neurologjik të trurit. Po. Kjo shkakton deficite pastaj emocionale, të cilat e shoqërojnë fëmijën Që do të kenë pasoja. dhe mund të jetë edhe me efekt traumatik pastaj rrugës. Dhe kjo patjetër që lën gjurmë pastaj në çdo marrëdhënie që ndërtohet Në gjatë të rrugës. Kjo është një faktor. Një faktor. Faktor të tjerë mund të jetë, faktor të tjerë janë zhvillimi biologjik dhe zhvillimi neurologjik i individit. Pra nëse një fëmijë nuk sigurohet fjetja e shëndetshme, ushqyerja e shëndetshme, koha e lojës, Një rutinë e qëndrueshme dhe e menduar me kujdes, ai fëmijë patjetër që mundet të ketë dëmtime. Ne shikojmë që sa vjen dhe shtohet numri i fëmijëve të vegjël përdorues të pajisjeve elektronike në ditët e sotme, është bërë një sfidë dhe ka studime të shumta që provojnë. Isha duke i lexuar këto studime dhe më bën shumë përshtypje për faktin se çfarë ndikimi ka me të vërtet në trurin e një fëmije kur ai ekspozohet pa mbikëqyrje edhe pa një shpjegim se çfarë po sheh aty. Kjo është një fuqia modelimit, po një dëm tjetër është varësia që krijohet, varësia ndaj atyre hormoneve që çlirohen në tru, e stimulimit të trurit në formë të pashëndetshme, pra mbi stimulimit, ngacmimit që nuk është i përshtatshëm për moshën. Një element tjetër i rëndësishëm është fuqia modelimit të sjelljes. Modelimi. Fëmijët bëjnë atë që shikojnë, imitojnë thënë ne, po. Pastaj atë që u thua, nëse ke patur sukses në modelim. Kështu që shpesh herë neve mund të themi që fëmia nuk po më dëgjon. Fëmia nuk po më bindet. Unë shpesh herë them, mos u shqetëso apo të bindet, shqetësohu çfarë modeli po jep ti në familje me shembullin tënd. Po, në marrëdhënie me të tjerët për atë, me punën, edhe në raport me stresin, me si përgjigjesh ti si prind stresit, kur ti je i zemëruar, si reagon? Kur ndodh një gabim në shtëpi, si reagon? Çfarë bën? Si përgjigjesh? Pastaj themi, bën njëjtë sikur unë. Shohim veten. Në përgjithësi themi u bën si burri. Bën si halla, bën si tezi. Lëm fajin diku tjetër, po. Tentojnë ta çojnë fajin diku gjetiu. Dhe ka raste patjetër që fëmijët nuk e modelojnë sjelljen vetëm nga prindrit. Po, patjetër. Mund të modelohet sjellja edhe nga mësuesi. Mësuesit apo shoqet, po. Nga shoqet, patjetër ndikon. Prandaj të pranishmit të cilët marrin një kohë të gjatë në jetën e fëmijës, duhet të përzgjidhen me kujdes nga prindërit, sepse ato modele që ne i ofrojmë, ato modele do ta ndikojnë. Kisha këtë me fëmijët e mi kur gjatë pushimeve verore, për faktin që tani janë jashta shkollës edhe kalojmë kohë atë pjesën që e ka në shkollë e kalojmë bashkë dhe pjesën tjetër të ditës, filloj të vrej disa gjëra që sikur t'isha unë me ta pjesën e madhe të ditës, këto gjëra nuk do t'i pëlqeja, nuk do t'i lejoja, dhe më duket nga njëherë vetja sikur marr këtë kohë për të rikonstruktuar gjëra që mendoja se në shkollë do t'i merren më mirë. Dhe këtu kam vëre edhe unë që me të vërtet ka rëndësi shumë, ndoshta jo vetëm koha sa gjatë rri me fëmijën tonë, për kualitative, e vëmendshme, ndaj gjërave që ata kanë nevojë, që tamam ky atashimi të jetë i plot. Është e rëndësishme në fakt që të jenë të dyja, dhe kohë mjaftueshme dhe kualitative.
shpesh po dëgjojmë në për komente që apo njerëz të cilët as nuk dinë se çfarë flasin, se nuk janë ndoshta as profesionistë të fushës, po gjithkush që ka një akses ndaj një mikrofoni po fillon dhe jep ca ide dhe mendime tani që po ndikojnë në fakt masat, kulturën, shoqërinë e tjerë. Edhe në momentin që na pëlqen e përvetsojmë. Eksakt. Dhe shpeshherë është kjo pra që thuhet që mjafton edhe 10 minuta çere kore në ditë, po të jetë cilësore, të ketë vëmendjen të gjithën aty, edhe fëmia është okay, jo nuk është okay. Kush marrëdhënie do mbijetonte dhe do ishte e shëndetshme me çere kore investim, me 15 minuta apo 20 minuta investim. Vërtet janë disa momente gjatë ditës që janë pikante të rëndësishme, si për shembull kur fëmia kthehet nga shkolla në shtëpi, apo përpara se të shkojë në shkollë, apo momenti para xhumit, por këto nuk janë të mjaftueshme. Martesa do mbijetonte me kaq momente, me kaq minuta, sa më tepër një fëmijë që ka nevojë të modelohet, ka nevojë të trajnohet, të edukohet, të mësohet, të luhet me të jepet përgjigje pyetjeve që mund të ketë, sepse fëmia ka pyetje. Vazhdimisht. Kurreshtin dhe në fakt, ne dim që 0 deri në 3 vjeç është, le të themi, periudha më e rëndësishme në zhvillimin e trurit të fëmijës, dhe shumicën e informacionit që ai do ta marrë gjatë gjithë jetës vet e merr 0 deri në 6. Në këtë moshë. Prandaj ata kanë kaq shumë pyetje. Tani nëse ne nuk jemi prezent për t'u përgjigjur pyetjeve të tyre, së pari fëmia nuk do informohet, të paktën jo nga ne, jo me informacione që ne duam t'i japim, do të keq informohet, do ketë vështirësi gjuhësore, sepse mungesa e komunikimit shpesh i shtyn fëmijët drejt mbylljes në vetvete, drejt të dëgjuarit, por të mos riprodhuarit. Prandaj shpesh shikojmë fëmijë tani që mësojnë më shpejt gjuhën angleze se sa shqipen. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse fëmijët kalojnë shumë kohë me screen time, me kohë me pajisjet elektronike, dhe më pak ndërveprim dhe komunikim, diskutim mbi librat, mbi bisedat të ndryshme me të rriturit apo me familjarët. Sepse ne shpeshherë edhe duam të izolojmë fëmijët, se është fëmia ime, kalojmë në këtë rolin protektiv, veç unë ta kem ndikim në familje, nuk e lejoj mundësisht as ta ndikoj gjyshin, nëna, tjerët, sepse duket sikur ata do na edukojnë, se ne kemi një koncept tonin mbi edukimin. Njerëzit që i duan familje rreth i afërt i gjakut, ka nevojë dhe jep dashuri fëmijës, nuk duhet kemi frikë që t'i lëmë të ndikojnë. Prap ne kemi rolin dominant kryesor në edukimin e tyre. Nga frika që mos edukohet ndryshe nga ajo çfarë ne mendojmë, për ato momente reagimi ndoshta është. Po, por neve nuk e dim edhe në shkollë se çfarë modelesh merr, po nuk e lëm në shtëpi, e çojmë prap në shkollë. Pra nuk duhet kemi frikë nga gjërat e reja, nga pyetjet që fëmia ka, qoftë edhe nga vjen fëmia, po themi nga shkolla në shtëpi dhe thot disa fjalë të papërshtatshme të cilat nuk i ka dëgjuar në kontekstin e shtëpisë. Ka shumë prindër që panikohen. Reagojnë, ku e ke mësuar ti këtë, edhe fillojnë, dhe fëmia mund mos ja di as kuptimin fare, po edhe nëse e di se e ka dëgjuar nga shokët, ti ke mundësi aty për të ndërtuar mbi atë nivel tolerance apo mbi atë model që ti do të ndërtosh tek fëmia. Nuk është momenti për ta bërë fëmijën të ndihet i keq, i pisët, i ndyr, për ta fajsuar në mënyrë që ai pastaj të mbyllet në vetvete, mos të thotë më gjëra dhe të ketë një sjellje. Ketë një sjellje ndryshe në shtëpi, një sjellje ndryshe në shkollë. Dhe ka shumë prindër të cilët kur mësuesi jep feedback që këtë nuk e bën asnjëherë në shtëpi, fëmia im nuk e bën këtë. Po. E kjo është për shkak se ne nuk e ofrojmë ndoshta një hapësirë të sigurt brenda shtëpisë, që fëmiu kur të vjen dhe të jap ato çfarë ka dëgjuar, përjetuar gjatë ditës, të mos ndjehet i gjykuar pse ndodhi, si ndodhi, por të dëgjojmë me vëmendje dhe të shohim se si mund të reagojmë ndaj tyre. Një nga elementet kyç që bën diferencën mes një prindi të përgjegjshëm dhe një prindi ndoshta të papërgjegjshëm në mënyrën se si merret me këtë çështje, është që prindi i përgjegjshëm i përgjigjet nevojës dhe mëson. Prindi i papërgjegjshëm reagon. Reagimi është emocional. Ndërsa përgjigja është logjike dhe ti je i pranishëm ndaj fëmijës dhe nevojave të veta. A është ky reagimi ndoshta nga frika e paragjykimeve, sepse lexova këtë që nuk është vështirë të rrisësh një fëmijë, është vështirë të rrisësh një fëmijë në një ambient ku gjykohesh se si po e rrit atë fëmijë. Kështu që mos është ky reagimi i prindërve nganjëherë edhe nga kjo.
që ndjen të gjykuar. Po, edhe ndjen të gjykuar, po kjo ka qenë e vërtet në çdo kohë, në çdo sistem. Nuk ka ndryshuar ndonjë gjë tani. Nëse unë ndjen Vetëm llojet e paragjykimeve ndryshojnë. fiks, emërtimet, etiketat. Por në çdo kohë njerëzit kanë opinionet e tyre, kanë gjykimet e tyre dhe unë nuk mund të kem dot një jetë për veten time dhe një jetë për të tjerët. Kam një jetë që do ta jetoj, kam një X numër vitesh që kam në dispozicion për të edukuar, trajnuar, për të krijuar lidhje, komunikim, marrëdhënie me fëmijët e mi. Të mundshëm, po. Dhe unë nuk mund ta harxoj këtë kohë duke pëlqyer të tjerëve për të përmbushur pritshmëritë të tjerëve. Patjetër. Sigurisht, nëse dëgjoj dikë, duhet jenë zëra kualitativ, se sigurisht një prind i ri nuk i di të gjitha. Patjetër. Është mirë jemi të hapur ndaj sugjerimeve dhe këshillave, mos i shikojmë njerëzit si me armiqësi. Por neve jemi filtri pastaj që vendosim çfarë rezonon, çfarë ku dua unë të arri, kush është qëllimi im, mbi parimet që janë vlerat që unë dua t'i transmetoj fëmijës tim. Dhe në fakt mua shumicën e kohës më rezulton që konfliktet më të mëdha në këtë janë ose konfliktet tona të brendshme ose konfliktet në çift. Se sa konfliktet jashtë shtëpisë në mënyrën e imponimit apo ndikimit. Për shembull një çift që ka nivel të ndryshëm tolerance ndaj një sjellje të fëmijës, kjo e bën pak më konfuze. Polici. Po, kur është e qëllim funksionon, sidomos në adoleshent. Por ka raste ku kjo inkoherence, pra që zhvillohet një inkoherencë në sjelljen që ti nuk ndërton dot pritshmëri të arsyeshme tek fëmia, që kjo sjellje e papërshtatshme do jetë e papërshtatshme gjithmonë. Jo një herë po, një herë jo, një herë ndoshta. Varësisht nga humori që kemi. Po. Ka prindër të cilët janë shumë kërkues në ca gjëra, prindi tjetër nuk e shikon fare si të arsyeshme. Dhe këto debate nuk trajtohen në çift vetëm për vetëm, por shpërthejnë në praninë e fëmijës. Dhe fëmia bëhet konfuz, nuk di se cilin të dëgjoj, do përpiqet të manipuloj, të shfrytëzoj rastin dhe situatën, të gjej hapësirat që interesojnë. Po për te kësaj, shpesh herë dhe kalon në fajsim, sepse shikon veten si burim konflikti për prindrit. Dhe në çdo formë kjo është e pashëndetshme. Kështu që prindrit, prandaj edhe në këshillim, në punën që unë bëj me ta shpesh herë arrim të vim në një pikë përbashkët që shiko, çfarë duam vërtet, cilat betejë neve ja vlen që të luftojmë. Dhe cila gjëra nuk ja vlen fare as të merresh dhe të diskutosh sepse janë irrelevante, janë të parëndësishme. Për shembull, na jep një shembull për të gjithë që na dëgjojnë, cilat janë disa gjëra që nganjëherë me të vërtet nuk ja vlen të humbasim energjinë edhe kohën, por janë disa që janë thelbësore edhe shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijës, qoftë emocional, qoftë mendor, qoftë për nga mënyra se si ai do të jetë si i rritur. Na jep sa shembuj, se besoj që kemi nevojë të dim këto. Po ka shumë dinamika. Po le të themi, dikush e konsideron në prindërim, është normale që fëmia të, po themi, një rast të ketë shpërthime emocionale, të qaj, të godasi, të zemrohet. Edhe është okay sepse është fëmijë dhe mund të jetë 5-6 vjeç, mund të përdorë dhe fjalë fyese, etiketuese, mund të godasi prindrit, s'ka gjë se do i kaloj se është fëmijë. Mund të thotë njëri prind. Është një fazë, po. Ndërsa prindi tjetër mund të thotë, jo, s'mundet më godasi mua, kjo do çonte në humbje të autoritetit tim, kjo do ishte keq mësim i fëmijës, formësim i gabuar i sjelljes, dhe këtu fillon debati. Do me thënë, kush ta mirë kuptojmë se është fëmijë, apo duhet punojmë me këtë sa është fëmijë, se pastaj s'kemi më kohë. Po. Këto mund të jenë në nivelin e agresivitetit, po mund të jenë edhe në shprehje të tjera emocionale. Sidomos ku ka të bëjë me emocionet e forta, qoftë edhe gëzimi i madh, apo domethënë forma të tjera që fëmia është akoma në proces për të menaxhuar. Kjo ka nevojë për diskutim, se pari kush janë frikrat tona dhe së dyti për çfarë qëndrojmë neve si familje, çfarë do konsiderojmë ne të përshtatshme dhe që janë vlerat tona, pikërisht të cilat ndërtojmë. Nëse fëmia është i zemëruar dhe është 2 vjeç dhe 3 vjeç, sigurisht nuk është koha t'i bëjmë moral aty, leksion, edhe ta ulim në divan dhe ta çortojmë për një orë rresht, edhe ta dënojmë pastaj. Sepse nuk ka kurfar efekti. Sepse nuk ka efekt, sepse fëmia nuk kupton pasojat afatgjata të sjelljes vet. Së pari kjo është një thirrje e tij e brendshme, një nevojë për ndihmë, sepse nuk ka mësuar akoma të vetë rregullojë emocionet e forta. Dhe është detyra jon
përgjegjësia jonë si prindër, ta ndihmojmë të qetësohet. Dhe pjesë e kësaj, se si fëmia qetësohet, është dhe modelimi jonë i sjelljes. Pra ne qëndrojmë të qetë, qëndrojmë afër fëmijës, i themi që kjo sjellje nuk bëhet, po i fillojmë diskutojmë me të pasi fëmia është qetësuar, jo tek sa është duke hedhur to tantrums që i themi ne. Po, nuk e ka ende atë vëmendjen për të dëgjuar edhe një i rritur kur është aq i zemëruar, thuaj ç'a duash ti nga njëra vesh nuk i kalon, po. Kjo mund të jetë një gjë, apo për shembull përgjegjësitë që kanë të bëjnë me shkollën. Njëri prind mund të jetë shumë kërkues në aspektin e arritjeve akademike, njëri prind mund të thotë s'ka problem se mjafton që të mësoj të shkruaj, të lexoj, pjesën tjetër ta bëj biznes edhe nuk ka rëndësi fare. Ja, në jetë, po. Pra janë dy këndvështrime të ndryshme dhe këto çojnë në konflikt sepse janë dy skaje, të cilat janë në tërheqje dhe në shtytje të vazhdueshme dhe ky tension dhe presion vazhdimisht do bjerë mbi fëmijën, po edhe mbi çiftin. Edhe mbi çiftin, po. Koha e daljes apo e kthimit në shtëpi për fëmijët pak më të rritur, orari i fundit që fëmia duhet jetë në shtëpi apo dalja me shoqërinë apo sa hapësirë lëm fëmijës për të zgjedhur shokët dhe shoqet, ai kontrollojmë, monitorojmë çdo detaj apo ka prindër të cilët në çift nuk bien dakord që njëri prind thot nuk do t'ja blejmë telefonin se s'është gati dhe nuk ka nevojë, prindi tjetër thot po do ta ketë telefonin sepse moshatarët e vet e kanë. Po. Dhe këto çojnë patjetër në diskutime në çift dhe krijohen disa dinamika, polarizime, le të themi brenda familjes, të cilat prodhojnë tension dhe fëmia ka nevojë që të kuptojnë çdo moshë. Ja akumulon ato të gjitha. Përveç se i brëndson dhe krijon këtë konfliktin e vet të brendshëm emocional, fëmia sado që do që t'i dalë e vetja, në fund të ditës fëmia ka nevojë për drejtim. Ka nevojë për strukturë dhe ka nevojë për të ditur që i rrituri në familjen time di çfarë bën dhe di ku po më çon. Dhe kjo është edhe një formë sigurie që i jep fëmijët. Një fëmijë i cili lejohet të bëjë ç'të dojë pa kufinë, është një fëmijë që zhvillon ankth me kalimin e kohës, sepse nuk është mësuar të kuptojë ato limitet normale të sjelljes së vet. Edhe aq më shumë në moshë të re që nuk e kanë ndoshta mundësinë të caktojnë limite për vete dhe ata kërkojnë ndihmën që ai që është i rritur edhe te ai që kanë siguri të vendos këto limite për fëmijën. Po, edhe i rrituri që është i përgjegjshëm duhet të vëjë limite sa i takon sigurisë fizike, sa i takon mirëqenies shëndetësore, asaj mendore dhe psikologjike, po edhe sociale dhe sjellore. Pra, në të gjitha dimensionet, neve përcaktojmë si prindër kufinë e shëndetshëm në raport me moshën dhe në raport me zhvillimin e fëmijës dhe personalitetin e fëmijës. Po, të gjitha këto shumë të vlefshme edhe shumë të rëndësishme për fëmijët qoftë nga barku i nënës e deri tek që i quajmë të rritur, shumë të vlefshme dhe besoj që për të gjithë që na kanë pa dhe na kanë dëgju, kanë marrë një informacion, kanë marrë shumë këshilla të mira, e për këtë dëshiroj të falenderoj. E di që këtë bisedë do të mund ta zgjasnim me ditë të tëra, por shpresoj që do të kemi mundësinë të ritakohemi bashkë, të diskutojmë edhe gjëra të tjera, sepse mendoj që kemi lënë shumë gjëra pa përmendur, por këto 30 minuta i kishim kaq dhe këtu na përfundon edhe koha, duke të falendëruar shumë për atë që bën së pari, por edhe për kohën tënde që ndave sot për ne. Faleminderit shumë dhe ty për kohën që i dedikove kësaj tematike, për të ndihmuar sadopak për të kontribuar në mirëritjen e fëmijëve që për mua vazhdon të mbetet pikë e dobët në të gjithë karrierën time profesionale, fuqizimi i familjeve dhe zhvillimi emocional i fëmijëve. Faleminderit shumë. Dhe këtu po e përmbyllim edhe episodin e sotëm. Shihemi në podcastin e radhës. Mirupafshim.